Horoskopi ditor, e hënë 22 dhjetor 2025. Dashi. Do të jeni më sensual se kur më përgjatë kësaj dite dhe kënaqësitë do të jenë të njëpasjeshme në jetën tuaj në çift. Shfrytëzojeni çdo sekond kur të jeni pranë personit që dashuroni. Beqarët do të lodhen paksa, por më në fund do ta gjejnë princin e tyre të kaltër. Në planin financiar, fati do të jetë në anën tuaj. Jo vetëm që gjendja do të përmirësohet, por do të mund të shlyeni edhe borxhet. Demi. Mos e humni kohën me gjëra të kota sot juve që jeni në një lidhje, por përqendrohuni tek gjërat më me rëndësi. Vetëm në këtë mënyrë afrohuni me partnerin dhe marrëdhënia në çift do të jetë e shkëlqyer. Beqarët duhet të pyesin një herë veten për atë që duan, pastaj të bëjnë një hap përpara. Në planin financiar gjërat do të marrin drejtimin e duhur, do të ndiheni më të qetë. Binjakët. Ndjenja do të jenë edhe më të thella sot për juve që jeni në një lidhje. Kënaqësitë që do të përjetoni do të jenë të paimagjinueshme. Mesdita dhe mbrëmja do të jenë shumë të veçanta. Beqarët do të joshin disa persona, por ata në fakt do të pëlqejnë dikë tjetër. Fati nuk do të jetë me ta. Në planin financiar gjithçka ka për të ecur ashtu si e kishit programuar. Do të jetë ditë e qetë dhe nuk do të keni vështirësi. Gaforja. Fal ndikimit të madh të hyje dhe marrëdhënia me partnerin do të jetë edhe më mirë gjatë kësaj dite. Do të bashkëpunoni për gjithçka dhe emocionet do të jenë të paimagjinueshme. Beqarët do e kenë të vështirë t'ia shprehin ndjenjat personit që pëlqejnë dhe do ta humbasin atë. Në planin financiar nuk do të jetë nevoja të bëni sakrifica të mëdha që të stabilizoni situatën. Gjërat do të rrjedhin natyrshëm. Luani. Ditë shumë e zakonshme kjo e sotmja për të gjithë personat që janë në një lidhje. Do i merrni gjërat si t'ju vinë dhe nuk do të kërkoni gjëra të jashtëzakonshme. Beqarët do të kalojnë mirë pranë personave që i kanë njohur së fundmi dhe do të mendojnë të hedhin edhe ndonjë hap më tej me ta. Në planin financiar do i keni idetë të qarta dhe nuk do të keni asnjë lloj vështirësie. Virgjëresha. Do të jeni të paparashikueshëm sot ju të dashuruarit dhe asgjë nuk ka për të ecur ashtu si e kishit imagjinuar. Përgatituni për surpriza të njëpasnjëshme. Beqarët do të krijojnë një lidhje të fortë me një person i cili më parë nuk i ka tërhequr as pak. Në punë do e dini mirë çfarë hapash të hidhni, në mënyrë që gjendja të stabilizohet. Disa të afërm do t'ju japin edhe ndihmë. Peshorja. Jeta juaj në çift do të jetë gjatë gjithë kohës së mbrojtur sot. Shprehini ashtu si i ndjeni gjërat dhe keni për të parë se emocionet do të jenë më të fuqishme për të dy palët. Beqarët do të realizojnë një takim i cili do të bëjë që zemra t'ju rrah fort. Gjendja e financave do të jetë më e qëndrueshme se më parë, por kjo nuk do të thotë që ju të bëni çmenduri me shpenzimet. Duhet të bëni tepër kujdes. Akrepi. Tregohuni të kujdesshëm sot juve që jeni në një lidhje, nëse doni që gjërat ju ecin mirë. Në disa momente duhet dhe të toleroni pak më shumë dhe mos i merrni seriozisht disa gjëra që do t'ju thotë partneri. Beqarët do të kenë më shumë fat se kur dhe do të fillojnë një histori dashurie si në përpëralla. Gjendja e financave do të stabilizohet pas përpjekjeve që do të bëni. Shigjetari. Ditë shumë e zakonshme kjo e sotmja për të gjithë ata që janë në një lidhje. Merrini gjërat si t'u vinë pa menduar as pak për ato që do të vinë në të ardhmen. Për beqarët, nga ana tjetër, gjërat nuk do të jenë aq të thjeshta. Matuni disa herë përpara se të veproni në mënyrë që të mos gaboni. Edhe financat do të kenë probleme dhe vështirësi. Tregohuni të matur dhe mos bëni asnjë lloj çmendurie. Bricjapi. Më në fund do të mendoni t'i zgjidhni disa probleme të hershme në jetën tuaj në çift dhe gjendja do të fillojë dal nga dal të stabilizohet. Të dy palët do t'i kuptoni gabimet që keni bërë. Beqarët do të joshin gjatë gjithë kohës dhe më në fund do të bëjnë për vete personin që aq shumë kanë ndëruar. Në planin financiar tregohuni sa më të arsyeshëm nëse nuk doni të keni probleme.
ujori. Nuk duhet të ndërmerrni asnjë lloj rreziku gjatë kësaj dite, ju që jeni në një lidhje, sepse situata mund t'ju dalë çdo moment jashtë kontrollit. Beqarët do të ndihen gati të hidhen në krahët e dikujt që kanë pëlqyer prej kohësh. Në planin financiar shumë gjëra do të jenë ndryshe nga disa kohë më parë. Do të jeni më të qetë dhe do të kryeni disa shpenzime të nevojshme. Peshqit. Mos kërkoni të dominoni mbi njëri tjetrin gjatë kësaj dite, juve që jeni në një lidhje, sepse situata mund të ndërlikohet tejmase. Beqarët do të jenë gati të bëjnë çdo lloj çmendurie gjatë kësaj dite, vetëm për të bërë për vete personin që aq shumë kanë pëlqyer. Gjithçka do të jetë ndryshe për ta. Për financat duhet të përkujdeseni gjatë gjithë kohës, sepse problemet e vogla mund edhe të zmadhohen më pas.